E pra të nderuar miq, ja ku po ritakohemi për të komentuar një lajm që ditë më parë ka qenë shumë në qendër të vëmendjes të publiku shqiptar. Do të flasim për dy ish banor të Big Brother VIP Kosovës, të cilët brenda asaj shtëpie gjetën edhe zemrën e tyre. Një zemër që më pas u kurorëzua me një dashuri publike, por edhe të sinqertë, të paktën bazuar nga fotografit. Do ndalojmë tek Leo dhe tek Lela. Leo dhe Lela ishin dy personazhe të cilët jepnin energji, jepnin dashuri, jepnin pozitivitet dhe ndanin çdo momentin e tyre në rrjetin social Instagram. Por kohën e fundit të mos të bërit like, sepse sot në qoftë se nuk i bësh like në Facebook ose Instagram, ka marrë fund muhabeti. Të mos të bërit like, të mos postuarit asnjë gjë, kanë ngritur dyshime shumë të mëdha te publiku për raportin e tyre. Në këtë rast, Lela në TikTok ka postuar, tani se është TikToku zyrtar i Lelës, ai ka postuar video, por në rastin e Instagramit, Lela ka fshirë gjithçka me Leon. Nuk ka lajka, nuk ka marrëdhënie mes tyre. Dhe kjo në fakt ka ngritur një dyshim dhe një amendësim shumë të madh se si qëndron marrëdhënia e Lelës edhe Leos. Nuk ka burime zyrtare nga çifti, domethënë thjesht bazohen në ngjarjet e tyre të Instagramit, por kjo ishte një thashë them që ekzistonte edhe për Roza Latin muaj më parë që mund të jenë ndarë, por rezultoi që nuk është e vërtet. Roza dhe Jonatani dolën shumë të lumtur pranë njëri tjetrit, por dyshimet janë shumë të mëdha për një ndarje. Unë në fakt uroj me zemër, sepse jam kundër ndarjeve, unë jam pro dashurisë, uroj me zemër që mos ketë ndarje te ky çift, sepse ishte një çift që vezullonte, që jepnin dritë, që jepnin dashuri, por në ditët në vazhdim do ta kuptojmë. Dua të marr mendimin tuaj si gjykoni ju këtë lëvizje. I gjykoni për marketing, e bëjmë për të qenë në qendër të vëmendjes, apo vërtet ka krisje mes Lelës dhe Leos dhe do të presim një ditë kur ato do dalin publikisht.